Bala të premte një super sfidë klasike e futbollit shqiptar. Ju keni provuar të dyja skuadrat, edhe me Vllaznin po që vazhdoni të jeni kapiten, por edhe me Tiranën. Padyshim emocione për ju. Sigurisht është një ndeshje që pritet me interes, duke ditë dhe historinë e rëndësinë e përballjes që ka ndër vite. Vjen një moment që realisht vjen në vend parë një sfidë që na shërben një fitore që na shërben për vazhdimsinë, kështu që interesi i kësaj ndeshje shpresoj na shërben në afrimin e tifozëve në stadium dhe shpresoj që të bëhet një ndeshje e bukur dhe sigurisht me fitoren tonë. Duke kthyer pyetjes parë, tek emocionet kur keni veshur edhe fanelën e Tiranës, ndjeni ndo pak nostalgji për Tiranën? Të drejtën, ne jemi profesionist, normalisht që kam kaluar periudhat e Tiranës, periudha shumë të mira, mendoj që ka shërbyer edhe për lëvizjen time jashtë Shqipërisë në atë kohë, kështu që sigurisht që respekt maksimal për Tiranën, për kohën që kam kaluar aty, ama sot veshi fanelën e Vllaznisë dhe si kapiteni i saj, si na thonë, për mua është e rëndësishme që të bëjmë atë mirën dhe sigurisht që të motivoj apo të shtyj skuadrën deri një fitore të rrallë që do na shërbente shumë. Mikim, Vllaznia është në vendin e parë. Është tashmë një skuadër për të mundur? Po, ndoshta herë do thonë është një skuadër për të mundur, për ne është e rëndësishme të vazhdojmë me këtë ecuri. Normalisht që nuk jena rastësisht në vend parë, kjo është më e rëndësishme, mund të them. Kena bërë mirë gjithë këto ndeshje dhe mund të them që jena me plot merit në vendin e parë, por që është shumë herë dhe duhet vazhdojmë. Duhet vazhdojmë me këtë ritëm, pasi kampionati është i gjatë dhe për ne çdo pikë ka vlerë. I dëroni tensioneve, është një ndeshje që gjithmonë është ushqyer me tensione klasike e futbollit shqiptar, paten në vitet e fundit. Po, them drejtën, normalisht masat do merren, nuk është se e kena mendën shumë te ajo pjesë, por që sigurisht sa më pak tensione është më shumë spektakël si në tribuna dhe në fushë do i shërbet të gjithëve këtë ndeshje. Gjithsesi e di që fitore me Tiranën shijon më shumë se me tjera. Po si thash, është gjithmonë është një ndeshje, është një rivalitet në vite, është një derbi i kampionatit shqiptar, ndoshta unë që fëmijë më i mend si tifoz dhe kena parituar gjithmonë me shumë entuziazëm fitoren e Tiranës. Kështu që kam arritur ndoshta ta paritoj edhe si lojtar në fushën e lojës, por më rëndësishme për ne në këtë moment janë piket, kështu që një fitore në Tiranës vlen 3 pikë për ne, kjo është më rëndësishme. Bale, është ekipi më i mirë që keni gjetë pakën gjatë rikthimit tuaj në Shkodër? Po, them drejtën kena realisht një ekip mirë, duke pa edhe lojtarë në përbamje, duke pa edhe konkurrencën që është rritë në skuadër, por sa ekipi mirë jena dhe deri ku do shkojmë do tregojmë rezultate. Kështu që s'mund të them që kishim një ekip keq vjet, pasi arritëm të shkojmë në finale, por kur nuk fiton trofeun, domethënë çdo gjë bie poshtë. Në sezoni sa ka nisë për ne, kena luajtur vetëm 7 javë, kështu që kena shumë kohë me tregu se sa ekip i mirë dhe çfarë do jena në gjendje të bëjmë. Thuhet që Vllaznia ka sulmin më të mirë, por në fakt 3 ndeshje të fundit skuadra nuk son gol, duke që skuadra po funksionon në të gjitha raportet. Po të them drejtën, ndoshta një nisje pak e sikletshme në pjesën e psimit golave, na ka bërë gjithë të reflektojmë, pasi ne dimë që si sulmi dhe mbrojtja organizohet si skuadër. Kështu që siç ka ndihmu pjesa tjetër të sulmi dhe kena arritë që noi, duhet jena edhe ne që ndihmojmë mbrojtjen që të mos psojnë. Vllaznia e para, Tirana e para fundit. Sa mendon të ndikojnë në fushën e lojës kjo renditje? Një diferencë, ndoshta mund të them e dukshme ka qenë to javë, në fushën e lojës, por një ndeshje në një kundërshtari që normalisht kur vjen në këtë klasike motivimi i lojtarëve është maksimal, prandaj besoj që do ketë ato diferenca të mëdha, pasi si lojtarët e Vllaznisë po ashtu edhe Tiranës, edhe pse ndoshta nuk janë momentin e tyre më të mirë, do jenë të motivuar për ballë më të mirë në Shkodër. Ndoshta Tirana tregoi pavarësisht vështirësive një ndeshje me Partizanin që bëni mirë dhe arriti ta fitojë. Por që si thash, e rëndësishme për edhe fokusi është skuadra jonë, ajo që do bëjmë në fushën e lojës dhe shpresoj të dalim me 3 pikë. Bale, si kapiteni i ekipit, skuadra është e plotë për këtë ndeshje, ka dëmtime ose mungesa? Po janë ca problematika të vogla që janë normale, por si thash, e rëndësishme për ne është që kontingjenti ka qenë i madh dhe dublimi pothuajse çdo pozicioni na ka dhënë luksin që edhe ndonjë mungesë që kena të arrijmë ta zëvendësojmë në mënyrën më të mirë dhe kena rrujt deri diku ecurinë e mirë, pavarësisht problemeve të vogla me dëmtimet. Shpresoj që të kthehen sa më shpejt, pasi realisht do na ndihmojnë dhe do bëjnë akoma edhe më të fortë. Entuziazëm në skuadër, entuziazëm tek tifozët.
Premtoni një fitore edhe nesër për t'i gëzuar edhe më shumë. Ne dim që entuziazmi rritet me rezultate. Në Shkodra jena emocional, si më thonë, fluturojmë shumë shpejt, por që realisht entuziazmi dhe paraqitja e skuadrës si ka bërë besim plot dhe tifozët. Prandaj duket nesër pas nesër që shkallët e stadiumit poshtohet numri i tyre dhe realisht një vllazni që ka performuar mirë dhe ka arrit fitoj, kjo është më e rëndësishme edhe që duhet tifozët. Ka skuadra presion balaj duke qenë se dhe pritshmëritë janë të maja ekipi, është ndoshta ndër më të mirë të këtyre viteve të fundit. Ka skuadra presion për të fituar titullin kampionat? Po, presioni është normal, kur lutet vllaznia presioni është normal, mendoj që kena mjaftueshëm eksperiencë për ta përballuar këtë presion, kështu që grupi është i shëndosh, mund të them që lojtarët që kanë përballje siç thash e përballojnë këtë presion dhe janë në gjendje të performojnë me këtë presion, kështu që më e rëndësishme është të ruajmë vazhdimsinë me rezultate, sigurisht që shtohet entuziazmi dhe besimi të gjithë secili, kështu që ajo na ngjellet. Të ruajmë këtë vazhdimsi dhe të marrim pikën maksimale këtë mesh. Tregoni Tiranës se kampionët e vërtet të fundjavë janë Shkodër. Po, s'do i tregojmë askujt. Do fitojmë neshin, kjo është më e rëndësishme për ne. Siç thash edhe më herë, një fitore në Tiranës vlen 3 pikë, pavarësisht gjithë historisht çdo gjë që ka kjo përballje, për ne vlen vetëm 3 pikë kjo nesh. Përpos fushës dhe tifozerisë, për shikoni ju avantazhin ndaj ekipit Bardhëbjorni këtë nesër? Në çfarë reparti më thënë? Nuk do ta ndajmë repart, siç thatë ju, kena pas sulmin më të mirë, kena trëneshje që nuk psojmë, kena mbrojtjen më të mirë, po ashtu edhe portieri pa psu bëj trëneshje duhet vlerësu, kështu që e rëndësishme është performojmë si skuadër. Të rrim shënojmë, shumë e rëndësishme mos psojmë, por që është një punë që duhet ta bëjmë gjithë bashkë. Ajo minuta fundit po është ndrohet një problem për skuadrën. Janë marrë masat se të zgjidhet gjithçka pa shkuar tek minuta e fundit shtesë, po them. Është e vërtetë, ndoshta dy neshe na kanë nol. S'do të them që është rasti, por që ndoshta është një alarm që do na shtoj fokusin aty në minutave që të dim të menaxhojmë më mirë. Është presioni tek vllaznia, skuadra e vendit parë. Po, siç thash, presion ka gjithmonë, ne jena në vend parë, por ne është e rëndësishme të ruajmë vendin e parë dhe vazhdojmë akoma me të. Faleminderit. Dhe se baja.